Gati 3 muaj në botë që janë kry zgjedhjet, e më shumë se 1 muaj që ja ka nisë me që është u bë mbledhja e parë e Kuvendit të Kosovës, ende nuk ka përfunduar një mbledhje që ja ka nisë para 1 muaji. Janë mbledhë deputetët janë 19 herë me votu në kryetar të Kuvendit, jo se kanë votu kryetarin e Kuvendit, po nuk kanë arritur as me votu komisione. Pra Kosova është në një paralizë totale, në një paralizë në të cilën gati se askujt s'po i gutet, ty e nis nga kryeministri i Kosovës i tashëm, Albin Kurti dhe kryetari i Lëvizjes Vetëvendosje, e deri edhe te partitë tjera opozitare. Po i ngutet vetëm shoqënisë dhe qytetarëve ndoshta, dhe për këtë nguti Albin Kurti i Lëvizjes Vetëvendosje i pari që doli nga zgjedhjet, po thotë se nuk ka nevojë për me pas nguti. Qa me i thonë kësaj pune tjetër përpos se një papërgjithësi totale e partisë më të madhe e cila ka obligimin dhe drejten për të krijuar institucionet dhe nuk po e bën këtë gjë duke u sill si një parti e cila don me imponu vendime dhe zgjidhje dhe duke jep intervista në përstyrje televizive të cilat dikush kesh mujt miqujt si një farë poste e porositur. Dhe për me folë për këtë gjendje që s'po ndryshon, për këtë pandryshueshmëri që jemi lodhur duke folë në përstyrje televizive çdo natë që sa javë, megjithatë kemi punë, e kam ftuar një politikan të nderuar, Visar Jazemin, i cili është kryetari i degës së LDK-s në Ferizaj, antari i kryesisë LDK-s këtu, ETJ, kandidat për deputet. Visar, a je mërzit që s'u bën deputet ajo? Se s'na ka rënë me folmas. Pastri tash kur e shet çka po ndodh me parlamentin dhe mos konstituimin e Kuvendit, nuk është që më ka met fort marak. Megjithatë mund të jetë një handicap ndoshta për angazhimet e më të tjeshme. Sa dhe këtë mërzit që më thojza e pata. Ja, në thojza, se s'ka mërzi, unë në aktivitetin tim politik po e vazhdoj me e bo ashtu si që kam bo. Punën dhe përkushtimin e kam ndoshta edhe më shumë se sa që kam pas vullnet më herët. Pra ndaj edhe angazhimin tani po e dedikoj në degën time atje në Ferizaj, ku po përgatitemi për zgjedhjet lokale. Kështu që nuk kem kohë për me u mërzit, kem kohë për me punu dhe dohet me punu. Jo sikur se partia në pushtet e cila po blokon dhe po paralizon gjithçka dhe me të drejtën nuk është që nuk po i shkon për shtati, sepse mbi 30 vendimet jashtëligjshme i kanë marrë në këtë periudhë pas zgjedhjeve. Tu fillu prej pozicioneve të tyre që i kanë herë deputet, herë ministra, herë kryeministër, dhe vendime të një pasnjëshme duke nda buxhete për spitale, për stadiume. Po, çto vendime, si me thonë, qa po ndikojnë? Qa ka vendime që i ka marrë kjo qeveri përpos emrimeve, të cilat mundën me ndiku në rrjedhën politikët Kosovës, po zgjedhjet lokale. Dhe pse kena me folë për zgjedhjet lokale më në fund? Sigurisht. Po prapë jena të folë për vendime qeverisë, e po është një stadium po të ishin me ndërtu në Gjilan, i kishin nënshkru kontratën. Një diçka se kanë bërë që 4 vite. 4 vjet nuk ju kanë mjaftu, do të thotë, 4 vite qeverisje, ose më mirë me thonë mos qeverisje se s'është bazë gjë, dhe tani në fund mas i kanë kalu gjitha afatet kushtetuese ligjore këta marrin vendime për stadione e për spitale. Pra e para është ka drejt që qeveri me marrë si vendime? Nuk ka, ne këtë kemi kontestuar. Në shku kontratat moja, se tjerat përpara nuk i kanë bërë, kur kanë qenë në detyrë. Po tjerat kanë pas një farë parimi i bazë që nuk duhet me u shkel asnjë ligj, asnjë kushtetut për me mujt me se kjo e dim për çka po e bën. Po e bën për shkak se zgjedhjet lokale po ofrohen dhe don t'i merr gjitha këto si merita të tyre. Por ja që duhet edhe qytetarët ta vlerësojnë vetë këtë pjesë dhe të shohin se çfarë në realitet po ndodh. Por çka ka bërë për Ferizaj? Unë e pash në media para 2-3 ditëve që ministri i financave ka nënshkruar vendim për lejimin e mjeteve për spitalin Ferizaj. Qa po bën ministri i financave? Ja ka nisë me parë shtetit me financu kandidaturën e tij për kryetar të Ferizajit, e qa i bjen kjo punë? Po si duket. Se kjo si mi marë parët e shtetit e mi aqit vetës në gjep, njëtësh, se e kandidat për kryetar. Ndëgjom, ne e kem lutë. Ka me qenë kandidat për kryetar, flitet që ka me qenë kandidat. Po ashtu kem dëgju dhe nëse është atëherë le ti përvishet garës, po jo mënyrë të jashtëligjshme duke marrë vendime të jashtëligjshme. Pra le të vjen le tregon vizionin e tij, por jo duke bërë, si themi, hapa që janë të rrezikshme për demokracinë e vendit dhe jo të lejueshme dhe jo kushtetuese. Pra Ferizaj ka pas drejt dhe ka akoma drejt për një spital, por pse është dashur të pritet 4 vite për mos bërë asgjë e pastaj në këtë vakumin institucional të cilin e kemi sot të marrin vendime për të. Pra totalisht e padrejtë dhe jo korrekte. Dikon njëna 5-6 muaj para shpalljes së datës, para
nisës fushatës zgjedhore, se jo para shpalljes datës. Kur mund të fillon shfushtata, dikon 7 orë, 8 orë, do të me fillu fushata, zgjedhja do të me qenë dikon atëherë. Po presim presidentën e vendit me iftu partitë politike për Ma arrum të prit presidentën, prit që me zbloku këtë lëmshin në kuvend, prit edhe për zgjedhje lokale, ne po thot po më kërcënojnë. Ndëgjam unë e pash dikun e lexova që presidenti është deklaruar se po nuk është mirë që po zhagitet krijimi i institucioneve të vendit, por është brenda disa suazave dhe suazave normale që ka ndodhur nëpër vendet evropiane. Unë nuk mendoj që praktikat e këqija na bëjnë punë. Kosova sot ka më shumë se kur nevojë për ndërtim të institucioneve, sepse ka shumë punë para vetës, ka shumë vendime para vetës dhe këto vendime duhet t'i merr një qeveri e shnosh dhe një qeveri e cila është e qëndrueshme. Dhe këtë nuk e kemi, për këtë po luftojmë, për këtë po i bëjmë thirrje gjithmonë dhe çdo ditë partisë në pushtet që mos të vazhdojmë me bllokimin e krijimit të kuvendit, konstituimit të kuvendit të Republikës Kosovës, t'i jep drejtim nëse nuk kanë vullnet për t'i bërë institucionet e vendit, le të deklarohen dhe ka partitë të tjera të cilat janë pjesë përbërëse e parlamentit që mund t'i drejtojnë ato dhe mund t'i marrin përsipër. Partia që ka dalë fituese e zgjedhjeve, para zgjedhjeve, Lëvizja Vetëvendosja u çoi një letër ku lypi haptazi me hinë një koalicion qeverisës. Pse e refuzut? Albin Kurti, edhe në atë intervistën e porositur në RTK para 2 netës, tha që i ka ofruar LDK-s koalicion, tha që e keni refuzu ashpër, dhe në një farë forme serish ju bëni një gjysmë oferte kur tha që nëse do të shkonim në koalicion me LDK-n dhe me nismën, do t'i kesh humbit të vota për gjithçka. Ai vetë tha për me zgjedhë presidentin, tha për mi votu marrëveshjen ndërkombëtare. Pse po refuzoni? Me lut dikush me pushtetin me thonë jo. Nuk ka nevojë me na lut kërkush, sepse nuk është kjo çështje që duhet ta lusim njëri tjetrin. Janë disa parime, disa vendime që i ka marrë Lidhja Demokratike e Kosovës, duke u bazuar në të kaluarën që e ka pas me Lëvizjen Vetëvendosje. Në këtë rast nuk ka ngel mirëbesim mes dy partive, e para. E dyta, fushata elektorale ka qenë tërësisht e orientuar ka Lidhja Demokratike e Kosovës. Pra, Lëvizja Vetëvendosje e ka ataku, e ka sulmu non-stop Lidhjen Demokratike të Kosovës. Është marrë vetëm me Lidhjen Demokratike të Kosovës. Pra, prej fyrjeve më të rënda të cilat janë bërë në drejtim të partive opozitare, i ka marrë Lidhja Demokratike e Kosovës. Dhe kësaj e ka mbyll mundësinë dhe e ka mbyll hapësirën për një bashkëpunim të tillë, dhe ne këtë e kemi thënë edhe gjatë fushatës edhe pas fushatës. Pra, nuk dojmë bashkëpunim me Lëvizjen Vetëvendosje dhe kësaj ju japim mundësi të tjerëve nëse kanë diçka të bëjnë me Lëvizjen Vetëvendosje, le të urnon ose Lëvizja Vetëvendosje, le ta zgjedhë një partner tjetër me cilin don me bashkëpunim. Por nuk mundesh me me fy, me i qujt spionet tradhtar, madje edhe këtë termin hajvan që e përdori u tha se Kurti pas ka pas direkt me mu. Faton Peci tha që e ka pas me ty, la mu kuptu që e ka pas me ty, qa po thuti? Unë i kom thonë, nëse Faton Peci ka folë në emër të Kurtit, po e lus Kurtin e del dhe le të sqarohet, sepse ndoshta e liron një pjesë tjetër të opozitës, të cilët janë me një farforme të fyer nga ai term. E qa ke thonë ti Visar që më të çujt kujt, me qa ke meritu më të çujt Kurti hajvan? Jo, në fakt ata e kanë shpik, kinse unë pas kam thënë se bruto prodhimi vendor e buxheti nuk janë në korrelacion, ose buxheti është më i madh se bruto prodhimi vendor, që është e pavërtet, nuk kam thënë asgjë më shumë as më pak se sa çka ka thënë gjithë partia. Por sinqerisht për ekonomia ata nuk kanë haber. Po ndëgjam, tash po dojnë me mitigu atë çka kanë bë dhe kanë gjetë në këtë rast një personazh tjetër të LDK-s, por kur ke punë me Visar Azemin e LDK-s, ke punë me gjithë LDK-n, pra nuk kam Pse tha Faton Peci këtë punë? Po ndoshta e ka lut zoti Kurti me thënë ashtu. Prandaj unë kam kërkuar që zoti Kurti del të sqarohet. Pra ta pyesim Kurtin, a është Donë në RTK, po se pyeti kërkosh, as pa çam me sqaru. Mu ka dhimbë të kryeministit, se s'pa çam me sqaru, s'kesh pyetje për mujt me fol. Ajo ishte një intervistë, s'dia dhe më t'i themi intervistë, po bashkëbisedim shoqëror me gazetarin. Ja, ma bisedum pak më herë se ç'është, ma ashpër kem. Përbes po. Ma të ashpër kem. Nëse ai ndoshta prej pozicionit kryeministit. Tash, Visar, apo ju lut kush
po flojnë, dy media kanë thonë që ka një përpjekje të re për koalicion mes lëvizjes vetëvendosje LDK-s dhe nismës në këtë pako. Edhe Kanal 10, edhe një media tjetër Periskopi, kam dëgjuar edhe në llafe të tilla. Çfarë oferte ka LDK-s dhe përmes kujt? Nuk ka asgjë përpos atyre letrave të cilat kanë qenë publike, nuk ka diçka tjetër që mund të konfirmoj ose them se ka në lëvizje tjetër. Mirë po, unë nuk di çka tjetër mund t'i themi lëvizjet vetëvendosje përpos atyre që i kem thënë deri tani, se nuk do të ketë bashkëpunim me lëvizjen vetëvendosje. Tjerat ajo në rënd menjen LDK-s oferta për kryetar kuvendit tash dhe për kryetar të Kosovës mas një viti apo jo? Jo, nuk janë këto terma. Se kjo duket të jetë oferta realisht e LDK-s, e VV-s për LDK. Jo, ne kem thënë që Lidhja Demokratike e Kosovës, po këtë më shumë kem aluduar në krijimin e një qeverie pa lëvizjen vetëvendosje, se mund të jetë në qeveri vetëm nëse udhëheq atë. Pra vetëm me zotin Abdi Gjiku kryeministër dhe jo ndryshe. Prandaj këto oferta tjera nuk është se merrem me metodë i marrim seriozisht. E me ke jep kryeministrin? Le të jepë, mandej Flasim, përgjigjet Këshilli i Përgjithshëm me kryesia, nuk mund me marrë përsipër atë përgjigje me dhënën tash këtu. Vizar, po du me bë për këtë qeverinë opozitës. E pat Kurti, e pat një deklaratë ku tha nuk kem nevojë më ngut me kthy në pushtet PDK-n, le të lëmë një mandat jashtë sepse me nxjerrxum. Pra aludoj që me këtë edhe me qeverinë gjithëpërfshirëse, po edhe me këtë qeverinë opozitës, partive tjera, LDK-s, AK-s e tjera, po pasa që është mund duke theksin e ka të LDK, po e kthen PDK-n pushtet. Çu i përgjigjni? Në fakt, Astrid, përderisa nuk ka vullnet nga partit të cilat kanë dalë e dyta, treta, sepse nuk po i quaj opozitë dhe pozitë, sepse tani nuk kemi. Tash s'ka mo. Për një bashkëqeverisje me lëvizjen vetëvendosje, dhe nuk ka numra të cilat ne si parti të bllokut që s'kem qenë në pozitë mund krijojmë qeveri, zgjidhja e vetme të cilën e kem menduar dhe e kem dhënë si zgjidhje të qëndrueshme deri në zgjedhjet e ardhshme, kur do të bëhen zgjedhjet për presidentin ose presidenten e vendit, do të jetë një qeveri gjithëpërfshirëse. Emrin mund të ja lëmë si dojmë, çfarë dojmë, por është një qeveri e cila do duhet t'i sillte në qeveri të gjitha partitë politike në Kosovë. Dhe kësaj të shohim mundësi të t'i përfundojmë disa punë që kemi obligim, të merremi me disa çështje që duhet të merret Kosova dhe të përgatitemi për zgjedhjet në mars të vitit të ardhshëm, që do të kemi mjaftueshëm hapësirë për to dhe jo të shtyjmë ato dhe të bëjmë manovra politike dhe të mundohemi që atë që e thatë ju, dy palë zgjedhje ti kemi bashkarisht në muajin tetor, sepse... A menoni për një mes si zgjidhje që atë punë Visarcione, kur e kom po letrën e VV-s, dhe pastaj përgjigjen e LDK-s, unë e kom po qatë opcion realisht si përgjigje të LDK-s, dhe si përgjigje mu ka do përgjigje interesante dhe e mirë. Po si zgjidhje nuk e kom mendu asun dhe nuk besoj që e ka mendu as LDK. Tash po dhe më thonë që LDK e ka mendu si zgjidhje kër e ka e letër atë punë? Absolutisht po. Ajo si përgjigje? Jo, s'ka të bëj me përgjigje ndaj zotit Kurti. Ne po mendojmë që është zgjidhje e vetme. Ka? Qysh ka? Po s'ke mundësi me ndërtu institucionet sot. Lidhja Demokratike e Kosovës nuk don bashkëqeverisje me vetëvendosjen. Partia Demokratike e Kosovës nuk don bashkëqeverisje me vetëvendosjen. Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës nuk don bashkëqeverisje me vetëvendosjen. Vetëvendosja është e para. Tash si mund të krijojmë institucione të qëndrueshme të cilat do t'i shërbenin për të mirë Kosovës. Po shkojmë zgjedhje, po thojmë parti tjera. Po nuk është që i frikojmë zgjedhjeve, mirë po nuk është e drejtë 2-3 muaj pas zgjedhjeve shkojmë në zgjedhje, e pastaj edhe 3 muaj pas asaj në zgjedhje lokale, pastaj edhe 3-4 muaj tjerë në zgjedhje tjera që do të provokohen për shkak të zgjedhjes së presidentit ose presidentes. Po Kosova nuk mundet vazhdimisht me qëndru në zgjedhje. Dhe këtë unë nuk besoj që elektorati i gjitha partive kosovare e meriton një gjë të tillë. Prandaj duhet të jemi më të përgjithshëm ndaj pozicioneve tona që i kemi dhe sigurisht ndaj qytetarëve që mos t'i provokojmë gjithmonë me zgjedhje, sepse po flasim për 3-4 palë zgjedhje në një periudhë më pak se një vit, dhe nuk është e drejtë. E ç'është dashur më do kjo qeveri sipas LDK-s? Detajet nuk... Të tash adin, me qenë se e pas këtë ide serioze, po kom shef me ditë çka ka kjo, në kokën e LDK-s.
Ndëgjëm, në kokën e LDK-s me qenë se është qeveri Qysh udhëheqet ka nuk duhet të udhëhecte teknokratës apo politikanës? asnjërin nga Liderët. drejtuesit e partive politike, por detajet tjera nuk i kem imponu për shkak se kërkon një bashkëbisedim. Pastaj kur tulemi të flasim aty, sigurisht që Jo që imponim, po si ide, e kam fjalë. do të shpalosim. Po ideja kjo është, domethënë themelorja bazike që jo liderët e partive politike, por gjejmë një zgjidhje tjetër e cila do të ishte e pranueshme për gjitha palët. S'po duket që tek tash ja ka nis ka pak dy ambasadorë, gjerman dhe francez dhe ky bashkimit evropian me fol për nevojën e krijimit të qeverisë. Po nuk po duket që ka një farë insistimi ndërkombëtar në këtë drejtim. Çka po i bjen kjo visar tash, si më thon, apo na lojnë neve me ushtru demokracinë vet, apo as ndërkombëtarët nuk e kanë ide se çfarë qeverie do të me pas Kosova përposa aty me shablonëve që na vjen një qeveri e qëndrueshme. Çush po lexon këtë qëndrim të ftohtë të miqve ndërkombëtar në raport me Kosovën në krim të institucioneve. Unë Astro ka marr pjesë në disa takime me ambasador të Quintit këtu. E vërteta është që po nuk ka ndonjë sistem dhe ndoshta do duhet kishte ndonjë sistem nga ana tyre. Por ka një minimum për me thy do barriera s'ka të keqe. Me mirë sjellje na kanë thënë secilin takim që nuk duhet Kosova nuk duhet të humbas kohë në krijimin e institucioneve. Mirë, po sigurisht që nuk është përgjegjësi e Lidhjes Demokratike të Kosovës, sepse ne jemi çdo ditë aty për të dhënë maksimumin tonë në krijimin e institucioneve të reja. Por bllokada po dihet ku është. A ka ndaj laf nga përtej oqeanit? Sepse flasin gjithë, po pa fol Amerika në Kosovë s'lun rol. Nuk ka pas diçka substanciale në atë drejtim. Ose të kenë kontakt? Po, jemi vazhdueshëm në kontakt. Çka pyethojnë disa? Është i njëjti diskurs i cili na thuhet që Kosova duhet të ndërtojë institucionet e veta për të vazhduar punën. Ka ndonjë vit kuqja atë gjel për ata? Nuk është apo nuk është fol nuk është fol, nuk kem rrinë në këtë diskutim, por jemi në diskutime të vazhdueshme sa për të mbajtur informacionet përkatëse dhe relevante nga njëra anë dhe tjetra. Se ka njëra po mendoj, po them, për partinë në pushtet, këtë rast, për lëvizjen vetëvendosit dhe për Albin Kurtin, nuk po e di unë me analizu a është mirë apo keq, a nuk kupton përkraje apo mungesë përkrajes fakti që ndërkombëtarët s'po kyqen më aktivisht në këtë proces. Si po e sheti? Unë kam dilemat e mia, s'e di çfarë vjen. Çka mund të them është se ndërkombëtarët e kanë përkrah propozimin e Lidhjes Demokratike të Kosovës për këtë qeverinë e cilën biseduam pak më herët. Pra ka një mbështetje dhe e shohin si alternativë të vetme në tejkalimin e kësaj situate. Për më tepër nuk di mas çka kanë biseduar me Kurtin dhe parti tjera, por nga ajo çka ne kemi biseduar me ta, nuk ka një sistem për diçka të tillë. Megjithatë, ndoshta edhe në ditët e javës në vazhdim mund të ketë një gjë të tillë, por presim të shohim çka po ndodh. Misal, çto e kryejm pjesën e parë, pjesën e dytë kena më fol pak për energjinë, ku ke pas ku ki përvojë, dhe ke çka më thonë do të flasim edhe për zgjedhjet në Ferizaj ku me gjas kemi qenë, nëse jo me gjas, nëse është konfirmuar kandidat për kryetar të komunës. Patjetër. Gara e madhe ka me qenë atje. E mirë pres. Dhe flasim. Vazhdojmë diskutimin. Visar, thamë që kena me fol për pjesën e dytë për fillimisht për energjinë. E ke përcjellë shumë këtë sektor, gjatë si shoqëri civile, do t'i hedhin do akuza fare, thonë që si kena do termocentrale për shkak Visarit tani është përgjes për çat punë metro ajo. Absolutisht jo. Po nuk vetë shoqëria civile nuk është vendimarrëse. Po, na kemë dhënë opsione. Po dikun e poshtë, dikun ti thon. Jo direkt me emën, po opsioni jonë ka qenë për me bani një fazë të tranzicionit, me te kalu, por prodhimin bazë me mbajt me qymyr. Por kem dasht atë 99% me zvoglu, për shkak sa kem qenë atë kohë dhe me i dhënë mundësi burime të ripërtëritshme, kështu që me kriju një mix energjetik që do të ishte i mirë edhe për vendin, edhe për sigurinë energjetike, edhe për sigurinë nacionale, edhe për gjithçka. Por nuk ndodhi asgjë, në fakt edhe në këtë qeverisin e fundit e pam qysh e mbytën idenë e një termocentrali me gazin amerikan si fazë tranzicioni gjithsesi.
dhe nuk u mor askush Tha ndonjë energji edhe më të pastër se gazi, sepse gazi nuk është Po, këtë shive, pastër. ata- Ja kujtohen deklaratat një për arsyetime pse, po nuk a u bë diçka? Nuk, në fare nuk është bë. Pra në kapacitetet gjeneruese në vendin tonë që 4 vite e sa 5 ndoshta nuk është bërë asnjë investim i vetëm. Dhe jo rastisht pastaj i ke problemet me çmim të energjisë elektrike, me varësi nga importet energjetike dhe sot vjen një krizë ku i kërcënon gjitha bizneset, sidomos ato prodhuese për me i fut në treg të lirë të energjisë, ku kosta e energjisë elektrike është shumë fish më e madhe dhe ofertat të cilat ata i kanë pranuar, në fakt kanë pranuar vetëm një ofertë nga Kesko në këtë rast, del tjetë mbi 260 euro për megawatt orë, që është një kosto e papërballueshme për bizneset prodhuese. Qysh është e mundshme visar që kjo punë që në treg lirë energjia më konë më shtrejt? Dëgjom, Qysh është e mundshme? A mund të më shpjegu këto, si më thon, Po, kjo është profesionalisht më shpjegu. Kjo është varësisht kur ti kërkon energji elektrike me blej. Pra, ofertën kur e ke dhe kërkesa jote si kërkuesi i energjisë elektrike, duhet me korrespondu për me mujt me gjetë energji të mjaftueshme, të bollshme, të lirë gjitha ato. Mirë po, këto energjinë si energji elektrike sot në treg e gjen ndoshta me 5-60 euro, 70 euro, deri 90 euro si energji. Pastaj i ke tarifat. Ketsi ka tarif, Kesko ka tarif, Kosti ka tarif, dhe gjitha këto, kur shtohen, ne në një përllogaritje që e kem bërë së fundi, kem marrë oferta nga tregtues të energjisë elektrike që operojnë në tregjet ndërkombëtare të shitblerjes energjisë, dhe nuk mund të dalësh në 200 euro për megawatt orë me gjitha kostot shtesë të cilat janë të distribucionit, të transmisionit. Çfarë bëri çmimin? Kostot shtesë. Kostot shtesë janë shumë më të mëdha se sa ndoshta çmimi i energjisë elektrike, ose mund të themi 50-50 varësisht prej asaj çfarë. E qysh ndrron kjo, si më thon, vitin tjetër? Dëgjom, vitin Nëse tjetër. e shtym. Në vitin tjetër, po. Ose hipotetikisht po them, nëse e shtym një vjet, qysh ndron kjo? Çfarë po kërkohet me bë? Pra, më së pari bizneset, se ne e dimë që ka ligje në fuqi të cilat e kërkojnë një deregullim të tregut energjisë, ku diun. Mirë po duhet të informojnë bizneset. Dhe në këtë rast kur po flas për biznes, unë kam hallën të bizneset prodhuese. Po da. Sepse ata do të atakohen. Për ta ata kemi fjalën gjithë. Ata do të atakohen. Ai biznesi janë shumë pak. Po rreth 300 Janë për tyre pak, që do të janë pak afektohen. sa kemi nevojë. Në çat kuptim edhe çato pak mi dëmtu. Mi dëmtu, pra Ata çfarë po praktikisht mbetet, mo? ti edhe konkurrencën e brendshme në tregun kosovar po e mbyt, nuk po ju jep hapësirë me qenë konkurrues në tregjet e jashtme. Rrjedhimisht çmimi i prodhimit të produktit të tyre do të pësojnë ngritje dhe kush do të paguajë në fund? Ata të cilët e shërbejnë një prodhim dhe ose një shërbim në Kosovë, qytetari i fundit ka me pagu. Ose rrezikon me mbyll biznesin. Pra, ne patëm dje një takim me odat e bizneseve prodhuese në Kuvendin e Republikës Kosovës dhe shqetësimi i tyre ishte alarmant. Pra po rrezikohet sinqerisht mbyllja e shumë bizneseve në Kosovë si rezultat i ngritjes enorme të çmimit të energjisë elektrike. Sipas këto çka do të bëhet? Sipas teje. E para punës duhet të pezullohet nëse jo të anulohet komplet si vendim i zyrës rregullatorit të energjisë për t'u dhënë hapësirë që bizneset kosovare të kenë mundësi të gjejnë tregtues energjisë elektrike në tregjet ndërkombëtare, të bëjnë marrëveshje afatgjate. A duhet me ndërhyj edhe në çmime të ketësit, kostet e pastaj tarifat janë të shtrejta, tarifat e kostet të ketësit janë të shtrejta. Se ideja e deregullimit është gjithmonë që më ofron mundësia për çmime kvalitet më të mirë dhe çmime më të lira. Sigurisht. Dhe tash s'po plotësohet kjo. Domthonë ideja bazë e ligjit s'po plotësohet. Dëgjom, roli i zyrës së rregullatorit për energji nuk është vetëm me rregullu tregun, por është edhe me siguru konkurrencë të mirëfillt në treg. Ose s'ka po? Se s'ka, sot ti merr ofertë vetëm nga Kesko. Sot nuk merr ofertë as nga operatori ekonomik i licencuar në Kosovë, i cili ka tregtuar energji elektrike diku rreth 160 milionë euro në vitin 2024, po flas për NON, nëse do më qenë më konkret. Është në top 10 në bizneseve në Kosovë, nuk jep. Por çka po operon në Kosovë atëherë, ku nuk janë gjendje mi u shërby bizneseve të cilat sot kanë nevojë për ty. Cila logjika se si japin? Pse s'po japin? Pse s'janë të interesuar? Nuk janë të interesuar se si duket edhe ata duhet të gjejnë furnitorë të energjisë elektrike dhe të bëjnë marrëveshje më afatgjate, por kjo është një zinxhir i cili tash po penalizon biznesin dhe kësaj sinqerisht e thash më herët po rrezikon mbylljen e shumë bizneseve prodhuese në vend.
Edhe për te përveç pezullimit, çka tjetër duhet bëhet? Institucionalisht. Institucionalisht, ne duhet t'i shtym kompanitë kosovare drejt instalimit të energjive të ripërtritshme në vend dhe t'i subvencionojmë ato. Po, sakt. Pra bizneset produse duhet të kenë panele solare të vendosura, të cilat do të duhet të subvencionoheshin nga shteti. Për t'ja mbajtur kostën e energjisë elektrike të përballueshme në mënyrë që mos me afektu direkt në produktet e tyre. Por kjo është çka duhet me ndodhë. A ka vlerësim të çka kishin mund me qenë shpenzimet e shtetit në qoftë se kesh vogël subvencionim? Vlerësim ka vetëm për mos ngritje të tarifës ose mos lejem të shtyrjes së tyre drejt tregut të lirë, pra është një kosto rreth 50 milion euro. Që në argumentet e mia të cilat i kam përdorur gjatë këtyre ditëve janë nëse kjo qeveri ka subvencionuar mbi 450.000 konsumator shtëpiak në faturat e energjisë elektrike direkt me një shumë prej 160 milion euro, pse mos ta bëj edhe një 50 milion euro për hir të krijimit të kushteve të reja të favorshme për kompanitë prodhuese kosovare që të kenë mundësi gjejnë. A nuk është më mirë për shembull me pezullu edhe mi shti 50 milion ose 80 milion në mi u ndihmu për këto, për pa energjinë solare ose tjera biznise, se sa me shku poshtë edhe 50 milion euro, thjesht me të shku në te kompanitë e huaja. Ndigjom, a din çka ka ndodhur? Se po nduket që kërkush s'ka na lyp gjithçysh, na ka qit lakun në fyt me thon dush me shti ligjin zbatim sot. Veç ta shpjegoj. Ne tarifat e reja të cilat i ke marr rritjen e 16.1%. Po. Që ke e fundit. Atë po. Po, se është e lidhur me këta që po ndodh sot. Në kalkulimin e tarifës të fundit janë hequr këto biznese të cilat po flasim, pra 1300 biznese. Është hequr kapaciteti energjetik i tyre. Po. Dhe tash për me e fut prap na duhet, sepse kjo është energji e cila është shumica e kësaj energjie është harxhuar, shpenzuar më herët. Po, që 50 milionë, duhet me pagu diçka që shumicën e kem pagu. Pra, nëse i fusim këta, edhe thojmë nuk po dojmë me i çu në treg të ligjit të energjisë, atëherë po flasim për një 50 dhe 60 milion euro e cilat duhet të jetë për mos me pas ngritje tjetër të fakturës energjisë elektrike. Rritet çmimi me bomi këty. Po, sepse kur është bë kalkulimi janë heq këta. Po. E tash nëse i fusim këta brenda, atëherë çmimi që 16.1% shkon 20 e ku dijon. Pra çfarë bën? Edhe pezullim, edhe subvencionim. Po tash çka po bën? Kjo po bën që qeveria Kurthi nuk ka dashur mja urrit, mja ushtejtu 20-25% energjinë elektrike qytetarëve të vendit, i ka heq 1300 biznese. Kjo është hilja. Po i çet në treg, po nuk po e çon kokën se çka do të ndodhë me ta. Pra fare nuk po merret me ta. Unë për shembull kam pas edhe hallin tim në Ferizaj, një qytet i cili e ka një industri bukur të madhe të prodhimit. Dhe establishmenti politik lokal atje nuk është marrë fare me këtë problematikë. Asnjë fjalë vetëm se ka folë. Unë, me qenë kryetari i komunës, unë dalë protestoj me gjithë ata. Para qeverisë, para zyrës rregullatorit të energjisë, para gjithë operatorëve të tjerë. Pa nuk është kjo për ti komunës, se du me dalë pastaj te komuna, po do më hi pak më shpejt. Nuk ndëgjom, unë po flas si përgjithësi e një kryetarit komunës për bizneset, po flas për bizneset dhe po i marr përsi për bizneset prej vendit ka vijon. Në pisha dhe odat për poskrytarëve të komunës, unë pajtohem që kryetarët e komunës do të me, si me thonë, do të mi përkra bizneset dhe me përkra komunën ty sepse ndikojnë në komunë, edhe mos për tut ka njerë dhe ata, si me thonë, me hi ballafaqime me qeverinë, ata po tutën ka pak, kryetarët e komunave. Ka me dveta ki më tuti ajo, këtë punë, po më duken ka pak edhe odat ekonomike dhe përfaqësues të bizneseve ka pak të ngahta, si me thonë, nuk po në gjendje me luftu për një drejt tëre deri në fund. Kanë një farë frike nga qeveria, nga institucionet, nga partitë, kanë një farë frike. A duke dhe ty kështu? Aset kam marrë telefonata, shkrime, kam taku shumë njerëz të cilët oda e shoqata të prodhuesve të cilët janë afektuar nga ky vendim i fundit i zyrës rregullatorit të energjisë. Dhe ndoshta ata kanë drejt sigurisht që kërkojnë nga ne për t'i bërë një zgjidhje sepse ndoshta edhe për shkak që jam i fushës e njoh këtë sektor bukur mirë. Mirë po unë edhe nga ta kërkoj pak një mobilizim më të mirë. Çfarë do të them?
Se na bile, qytetarë një mbledhëm një 2-3 protesta. Ata se bërën në vërë. Në gjëmë në shoqërinë civile ka mbledhë mbi 13.000 nënshkrime kur është shi distribucioni i Kosovës te Keci. Kam dalë në për shesh, i kam mbledhë nënshkrime gjithka. Pra do të një mobilizim, do të pak një aktivitet i përbashkët i këtyre klubeve të bizneseve ose shoqatave të prodhuesve ku diun. Ata po tutë për qeverisa çka? Po nuk e di për Facebook, ndoshta edhe nuk kanë kështu si praktikë të cilën e kanë bërë më herët dhe i frigohen diçka një risi e tre, por ata duhet të dalin dhe ta kërkojnë drejtën e tyre, ta mbrojnë drejtën e tyre dhe të kërkojnë që mos të afektohen sepse në fund ditës këto shoqata i mbrojnë interesat e atyre prodhuesve të cilët janë vendore. Ne për prodhuesit vendor do të bëjmë gjithçka. Nuk duhet kursejmë, sepse ata e mbajnë vendin, e mbajnë shtetin. Që shpeshe komplet që sektorin e energjisë 4 vite, kena folë njerë para 1-2 vjetë kur kom intervistu, po që shpeshe tash që të menaxhimi nga qeveria kurtit të komplet sektorit të energjisë. Ka llafe që ju mbo vjedhjet moje, dallaveret moje me import të rrymës, geni tash edhe kjo e Shqipërisë se pa termin Noa, se këtë do me kompani me 4 shkonje po na dalin që po na e marrin parat. Mos menaxhimi i dur i termocentraleve, koha në punë e termocentraleve më e ulë se viteve të kaluara që këtë ato janë pare pastaj 10 miliona euro. Çu ka do këtë kjo punë. Kena edhe një drejtor të Kekut i cili është në 2 akt akuza në prokurori, pro një ambasador i cili shet rrym çuditërisht përmes një firme slovene me deg në Beograd. O ka bëhet se më thon, a është ka qenë një mafia energjetike që thënë më shkruan në fillim viteve 2000. Po dikon 2010 anë ajo ja nisi si me uzbej ajo mafia. I hupi fiet edhe vet atje. Ka fshim një farë mafia energjetike serbe. Apo do këty që marru një farë mafia energjetike tasheri. Po dëgjoj. Dhe jena ty e marru na si Kosovë. Po mundona me parë qytetarëve të Kosovës. Po mundona me shpjegu fare thjesht. Nevoja, kërkesa e Kosovës për energji elektrike është 1300-400 megawatt në orë, në orë të pikut. Pik. Në orë të pikut. Dëmi të caktuar din. Prodhimi yt është dikon 800-900 në maksimumi në pikun maksimal të cilën mund të prodhoj. Dhe ki diskrepancë. Pra nuk prodhon qatë sa ki kërkesë dhe nevojë për me shërby. Dhe atë energji ti duhesh me marrë dika. Po shumë e qartë, po. E qartë. Po nëse ti në vendin tonë po e prodhon sot Keku e shet energjinë me 29.6 euro për megawatt te Keci, në treg të lirë që nga mashtrajt e kudion, pse atëherë nuk po merr vendime për me ndërtu kapacitete treja gjeneruse, mënyrë që ti mos me u varë për importit. Kapacitete gjeneruse të bazuar në thëngjillën këtë rast? Ndëgjom, thëngjillën e kemë bazë dhe askush nuk thot me ikë thëngjillit bazë. Ne kemë kërku që... Jo, po pës pas një paragjykim. Po, që kapacitetet bazë duhet i ndërtojnë, pra Kosova B ka nevojë për një revitalizim të plot dhe sigurisht të ngrisim edhe pak kapacitetin produktës së saj. Në anën tjetër, nuk mundesh me kthy prodhimin 100% me thëngjillë. Pra duhesh me e diversifiku miksin energjetik, duhesh me pas një miks energjetik. Sepse ndëgjom po ta shpjegoj kështu, sikur kursimet tona, po e zëm hipotetikisht, po i vendosim gjitha me një bankë. Dhe ajo bankë një ditë falimenton. Dhe gjitha kursimet tona ikin. Po s'kena pas asnjë investim në energji të ripërtërishme. Po s'ke pas, pikërisht që s'ke pas. Ka pas disa iniciativa të qeverisë, të cilat kanë dështu. Po nuk mundesh sepse çmimet i ke vendos, tavanet i ke vendos shumë poshtë. Dhe nuk vinë investitorët me investu 150-60 milion euro në Kosovë, kur energjinë të cilën mund ta prodhojnë dikun tjetër e shisin shumë më shtrejt. Pra ka qenë totalisht e gabuar. Pastaj kjo vendimi për mos me bë centralin me gaz amerikan, që i thanë jo Amerikës, e po i bëjmë baterit. Ku janë baterit? Ku janë baterit? S'ka bateri, 5-6 vite shkum. Pra nuk është marrë sektori energjisë me u rregullu ashtu siç duhet, dhe pastaj sigurisht që mund lind dyshimi se nëse nuk kem bë asnjë gjë për kapacitete gjeneruese në vend, po në anën tjetër e ke pas Martin Berishaj, Nagib Krasniqin, e Noën, që i kanë bë krejt dallaveret me energji elektrike në tregtim të saj.
Për mu është një pasqyrë shumë e qartë. Që ka ndodhë? Po. Martinit i kanë nxjerrë 1.500.000 euro cash brenda një periudhë shumë të shkurtë në bankat e Kosovës. Cash, ku nuk dihet ku kanë shkuar ato mjete. Noa sot po e lyp ku i kanë zyrë, nuk po e di as kush është mbrapa saj. 150 milion euro tregti me energji elektrike. Dhe kësaj më jep hapësirë për me dyshu se këto janë keq menaxhime të qëllimshme dhe sektori i energjisë elektrike nuk është rregulluar qëllimshëm për t'i dhënë mundësi mafisë energjetike në krye me Nakipin e Martinin, të cilët fatmirësisht tani dim që ka disa akt akuza për disa prej tyre dhe shpresoj që organet e drejtësisë ta çojnë këtë punë deri në fund dhe t'i sjellin para drejtësisë. Gesar, ai kandidat për kryetar të Ferizajt. Kandidat prej fillimit Astrid. Po. Dhe vetëm se kam konfirmuar vazhdimisht, unë i kam hyrë kësaj gare me qëllimin që do të jem kryetari i Ferizajt. Ferizaj ka ballotazh dhe në ballotazh do të jem unë me kryetarin aktual. Thuaj që Ferizaj ka garë. Ka garë. Sepse herën e kaluar shkoi pa garë. Ka qenë vetëm hera kaluar kur LDK-ja nuk ka qenë pjesë e ekuacionit, mirë po i dim rrethana të cilat ishin krijuar atëherë. Tash janë rrethana krejt tjera, zgjedhjet e fundit nacionale Ferizajin e kanë ngritur, ndoshta është qyteti me më shumti ngritje, unë në krahasim me zgjedhjet e mëhershme nacionale kemi ngritje diku rreth 65% të votës. Nëse marrim përsipër zgjedhjet lokale, votën lokale me votën nacionale del mbi 80%, dhe kësaj Ferizaj po kthehet me një trajektore bukur të mirë dhe kësaj unë jam në garën për kryetar të komunës dhe do të jem. Apo shkon në garë për me fitua jo? Garës nuk i kom hi asnjëherë për mos me fitu tash. Qysh do me fitu Vizar, Ferizajin përpos që ishe përpos me dalë protesta për bizneset atje. Ndëgjom. Që nuk është ide e keqe, ndoshta më janis, ti mi organizuar. Ferizaj po unë tash bizneset prodhuese. Si kandidat për kryetar, si kryetar DG i LDK-s. Ferizaj ka një dikun janë 6.000 biznese të regjistruar në Ferizaj, po numrin më të madh të bizneseve prodhuese e kanë Ferizaj. Sigurisht në lëmine prodhimit të drurit dhe të metaleve të rana. Pra, janë një numër i bizneseve të Industria e drunit thuhet që ka më prek më shumë ti përpos asaj të dërtimit, ta themi, nga ky shtetimi i rrybës. Prodhues të drurit dhe prodhues të metaleve hekurit e këto që në Ferizaj janë disa tani më të fuqishmet, edhe nga druri edhe nga metalet. Janë më të fuqishme në Kosovë, do të preken shumë. Dhe unë për ata kam ofruar veten time që të protestoj me gjithë ta për drejtat e tyre, sepse ata mbajnë një numër të madh punëtorëve në punë. Dhe unë nuk dua që të isha ata punëtorë sot të larguar nga puna dhe duke qëndruar në shtëpi. Ferizaj ka nevojë një transformim, një themel. Sa s'po mjafton transformimi që është bë? Jo betoni. Në Ferizaj sot ke beton. Nuk ke shpirt të qytetit, nuk ke jetesë, ke beton, ke betonizim të qytetit dhe ke ndarje praktikisht. Ferizaj duhet me i vendos temelet e saj në vizionin se qysh do të duket ai qytet në 30 vite të ardhshme. Unë nuk do të jem kryetar 30 vite i qytetit Ferizaj, por du me projektu diçka që do të jetë e qëndrueshme. Dhe Ferizaj të transformohet në një qytet, përkundër që është qytet i biznesit, përkundër që është një biznes i cili ka kulinari të shnosh, Ferizaj meriton një transformim ndrysh dhe një shpirt tjetër prej asaj të cilën. Ora do të jetë e arshme në Ferizaj, do kemi Agim Aliuni që është kryetar aktual, do të kemi me gjas Koran Murati nga Lëvizja Vetëvendosin, ministrin e financave aftashëm që vjen nga Ferizaj, dhe do të jeni ju, ndoshta do të thotë dikush tjetër. Ka arshme, çysh po mendon që depërton? Unë thash Ferizaj se ka një herë nëse të qënë partia në lokale, qënë ka pak edhe më dëmtu. Qysh do mi pështu ti dëmtimit potencial? Unë elektoratin tim bazik e kom në Ferizaj. Pra, atje është shpirti im me ta dhe nuk besoj që ata kësaj here do të kenë hamendje. Unë gjatë gjithë kohës jam në komunikim dhe në bashkëpunim me ta dhe thëmë drejtën është një entuziazëm bukur i mirë i qytetarëve të Ferizajit për me pas ndryshimin atje. Dhe në këtë rast i elektoratit LDK-s për me shty kryetarin e saj që jam unë. Dhe nuk pres diçka tjetër. Pra, gatishmëri ka, vullnet ka, punën do ta bëjmë, ne do të jemi në teren tani më vetë se kem filluar me ngritjen e shtabit të përgjithshëm zgjedhor në qytet.
dhe jem duke bërë punë vazhdimisht. Por kjo punë dhe me intensitet edhe më të madh do të bije edhe ditëve në vijim. Vesa do të kemi rastin të klasin më shumë për Ferizajin dhe çka do me bote atje edhe çysh është Ferizajin në intervistat të tashme, kemi pas fushat zgjedhore. Sigurisht. Për zgjedhje lokale, jo shumë të afër, jo shumë larg nga tash, edhe flasim më shumë atëherë. Kësa herë vetëm e prekëm pak këtë temë si paralemre. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë për intervistën. Grazie.